Kjo është në fakt interpelanca ime e parë, dhe unë sinqerisht nuk e di për çfarë mbajmë këto interpelanca, nëse përgjigja e zotit ministër është kjo që është. Sepse unë e mirë kuptoj që ka përgatitur ai diçka për të thënë, për të na folur për propagandën e partisë, por nëse drejtojmë pyetje konkrete, presim të paktën minimumin një përgjigje, edhe evazive. Ndërkohë dëgjuam një recitim këtu për liçenin e Shkodrës, kur hallën e kemi në Zvërnet. Kështu që detyrohem t'i marr unë me radhë ato pyetje që ngrita. Le ta nisim nga fillimi. Nga ndryshimi që keni bërë ligjit për zonat e mbrojtura në vitin 2024 dhe që atë që sot është një paçavure ligj e përdorni si gjethefiku për zullumin tuaj. Atë ligji për zonat e mbrojtura para ndryshimeve specifikonte që ato që quheshin nën zona qendrore kishin një status të veçantë. Pra pavarësisht nëse zona e mbrojtur ishte e kategorisë së parë apo të pestë, brenda saj, siç është rasti i zonës në Pishporo, përcaktoheshin nën zonat qendrore të nivelit A dhe B, në të cilat ligji ndalon. Dhe po citoj, këtu kam ligjin që është redaktuar. Ndaloj në këto nën zona ndërtime të çdo lloji, ndalon të ngritjen e objekteve çlotëse, argëtuese dhe sportive, ndalon të lëvizjen me mjete motorike të çdo lloji, me përjashtim makinave të administratës së ruajtjes së rezervatit dhe të zjarfikseve. Ndalon gëzimin e tokës me teknologji intensive, me mjete dhe mënyra që shkaktojnë ndryshime rrënjësore në biodiversitet, në strukturën dhe funksionin e ekosistemeve, ose që dëmtojnë në mënyrë të pandrejshme sipërfaqen e tokës. Ç'bën këta 2024, kur zoti ministër ishte zëvendës ministër, i fshin të gjitha këto përcaktime ligjore dhe lanca gjëra estetike. Për shembull, ndalohet përdorimi i kimikateve, nxjerrja mineraleve, ndezja e zjarreve, gjuetia e gjëra të kësaj natyre që nuk e pengojnë marshimin drejt zhvillimit që ka planifikuar për ne sultani. Të gjitha ata kolegë të mazhorancës që i kanë propozuar ndryshimet e vitit 2024, sot duhet të fshehin fytyrën kur dalin në rrugë. Në 2024 ne ishim aty në shesh duke protestuar kundër tyre, duke u bërtitur tup ju qoftë. Dhe ja ku jemi në 2026, që këtë gjë s'kemi pse e themi ne më, e thot mbar populli shqiptar. Propozimi im është që duhet t'japin dorëheqjen një orë më parë, madje ta japin edhe para se sa t'i vi radha sultanit madhërisëm. Pika e dytë, fola për dokumente. Ku i keni dokumentet? Ministri këtu na tha që dokumentacioni është marrë në shqyrtim nga organet kompetente. Ku i keni letrat? Nxirrni më letrat. Çfarë shteti është ky më ja? Ka kaluar më shumë se një muaj që kur aktivistët e mjedisit vunë alarmin për dëmin që po i bëj ekosistemin në Zvërnet, u bën 12 ditë që kur ka plasur protesta më e madhe dhe më e bukur në historinë e Shqipërisë, e nisur nga kjo aferë korruptive, dhe ende sot që flasim, lejet e zhvillimit nuk janë zbardhur ende, nuk ka një letër për këtë gjë. Kompania në fjalë, që ka 5 guacka, satarisht e 5 investitor shqiptar anonim, ka marrë 2 leje zhvillimi për ndërtimin e një rezorti turistik masiv në Zvërnet, në janar dhe në prill të vitit 2025, nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit i drejtuar nga zotni Edi Rama. Por lejet nuk janë zbardhur ende. Imagjinoni sikur ti kishin këto dokumenta, nuk të nxirnin. Ministri i Mjedisit në 7 maj deklaroi se kompania që po kryente punimet kishte leje nga KKTU-ja, ndërkohë që autoritetet e kontrollit ku përfshihet edhe administrata e zonave të mbrojtura që është nën varësinë e tij, të njëjtën ditë e mohoi një gjë të tillë duke thënë se nuk janë njohur me një leje për ndërhyrjen. Madje administrata e zonave të mbrojtura kishte marrë nga kompania vetëm një shkresë nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, në të cilin i bëi me dije se është miratuar një leje për punime në kantier, po se kjo e fundit nuk ishte firmosur, pasi procesi shqyrtimit dhe kushtet nuk ishin plotësuar. Po e përsëris, sot kur po vlon Shqipëria, kur këtyre po u digjen flokët, ende sot nuk nxjerrin dot një letër, një dokument shtetëror. Kur këtë shtet e pyet, a ka leje zhvillimi? Ka, të thot ministri, kryeministri.
Kur i thua, po ku e ke nxirre letrën? Jo, s'ka letër, thot, duhet më besosh mua. Kur e pyet, a ka projekt? Jo, thot, s'ka projekt. Kur i nxjerr projektin që ka rrjedhur në media nga zyrat e tyre, të thonë, ai që ka dalë s'është projekt, thot. E kemi anuluar atë. Kur e pyet, po këtë shifrën që nuk ta rrok dot truri, 4.5 miliard dollar, ai sa ka nga ata që u besojnë juve që kanë nisur të bëjnë pjesëtimet, pjesëtojnë 4.5 miliard me 2.8 milion banor. Kur i pyet nga nxorë këtë vlerë, të thonë, na e propozuan investitorët ai projekti që s'është projekt. E kur thua na nxirr një letër ku shkruhet vlera 4.5 miliard dollar, të thonë s'ka letër. Duhet na besosh neve. Ky nuk është shtet, kjo është një band hajdutësh. Madje, ta nuk janë thjesht hajdut, këta janë haldup. Dhe këtë shprehje ka përdorur dhe dikush para meje, por me sa duken këtë qeveri, haldupëria nuk ka të sosur. E treta, vinte vlerësimi i ndikimit në mjedis, pra te VNM-ja. Nuk e ka as të letër shteti shqiptar, nuk e ka as ministri. Megjithatë, çfarë pam që ndodhi? Ose më saktë, çfarë konstatuan ekspertët e mjedisit për dëmin që shkaktoi rrethimi me tel me gjemba dhe makineritë e rënda në zonën e Pishporës. Dhe po citoj ekspertët mjedisor. Rrethimi i zonës me gardh praktikisht e bën të pamundur lëvizjen e disa llojeve të faunës për të aksesuar zonat e riprodhimit, ushqimit e tjerë. Tjetër, po kryen punime brenda një zone të mbrojtur, për shpalljen e së cilës është vlerësuar që ka përmbajtje të lartë të biodiversitetit dhe brenda rrethimit janë 2 monumente natyre. Shtrimi i rrugëve të reja të kalimit me mjete në brendësi të dunave ranore gjithashtu kërkon vlerësim paraprak, pasi mbulon habitate natyrore me rëndësi evropiane. Të paktën 3 tipe habitatesh prioritare për BE-n gjenden në brendësi të zonës së rrethuar. Dunat shekullore janë sheshuar dhe janë krijuar rrugë me çakë mbi to. Janë hequr sipërfaqe pyjore për të krijuar kantierin. Gjithashtu janë hapur kanalet drenazhimi për të tharë moçalishten brenda në pyll dhe mtej është hedhur çaku për të krijuar sheshe brenda kantierit. Tjetër, shqetësimi i drejt për drejt nëpërmjet zhurmës dhe shtimit të ndotzëve në ajër nga makineritë e rënda ndikon në biodiversitet. Të gjitha këto shqetësime që ngren ekspertët e mjedisit, i di ministri i mjedisit apo si di? Sepse nëse si di, për çfarë je ministri i mjedisit ti, më zotri? Çfarë ruan ty? Ty të ka vënë dirava për të mbrojtur mjedisin, ambientin, apo për çfarë? Sepse nëse se di ti se çfarë po ndodh, atëherë kush e di? Pse ke në urdhrat e tua agjenci të ngritura posaçërisht për mbikëqyrjen e ruajtjes mjedisit? Pse nuk vë alarmin që të vësh në lëvizje inspektoriatin kombëtar të mbrojtjes territorit? Më thuaj çfarë punë bën? E katërta. Vim dhe teli me gjemba. Kjo është pjesa më e bukur. Ministri tha se rrethimi me tel me gjemba ishte bërë në prom private për studime gjeologjike tha. Megjithatë kështu është. Akoma e kishin quar telin me gjemba brenda në det. Brenda në det vazhdonte teli me gjemba dhe vazhdojnë të thonë që ishte prom private. Edhe bregu, edhe rëra, edhe deti na qenë kanë prom private dhe për ta sigurisht vendos kreu i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit, zotnia Edi Rama, pra mbreti i tokës dhe i ujit. Përderisa flisni për tokë private, ata 10 banorë të Zvërnecit që u trajtuan si kafsh më 30 maj, ata nuk kanë të drejtë pronësie të kjo tokë private, se dhe atyre ky shtet u ka dhënë dokumenta që dëshmojnë pronësinë. Atëherë ky shtet a nuk ka detyrim ndaj tyre? Apo ata ta zgjidhin për gjykata ata? Në gjykatat ku kur nuk zgjidhet asgjë. Rrethimi me tela me gjemba ishte që të mbroheshin gjeologët, thotë, që të kryenin studime, kështu deklaroi ministrit më 7 maj. Kështu i bie që edhe ata halabagët e palestruar të veshur kokë këmbë në zeza, ishin aty për të mbrojtur gjeologët. Gjuani me gur banorët që protestonin, hini gaz do cjellës edhe ndaj policëve, njërin prej banorëve e lan pa ndjenja, e morën zvarr dhe e kërcënuan me pistoletën te koka, sepse po mbronin gjeologët. Na thot ministri. Atëherë të paktën gjeologët e këtij vendi duhet ta ndjejnë veten me gjithmonë të mbrojtur nga kjo qeveri. Çdo e keq e ka një të mirë.
Ato kilometra të tëra rrugë me çakull me zhavor që ushtruan nga fadromat që ditën e parë, ushtruan që të kryeshin studime gjeologjike, na thot ministri. Seriozisht o zoti ministër? Atëherë se ke kuptuar zanatin e gjeologut, sepse gjeologu shkon deri majt malit me çekiçin këtu te brezi, edhe kur nuk ka shteg dhije, e jo më rrugë të shtruar për të marrë një kampion shkëmbi. Nuk ka nevojë për autostrada për studime gjeologjike. I dashur Sofian, pas kanë gënjur ose po na gënjenti neve, ose po na bën gjithë për budallënj. E pesta dhe e fundit. Unë citova këtu, sepse unë flas me letra dhe jo me interpretime, as me ëndra. Citova direktivën e Bashkimit Evropian, që është e qartë si ujrat e lagunës së Zvërnecit. Kur thot shfuqizoni amendamentet e vitit 2024 për ligjin për zonat e mbrojtura. Shfuqizoni ligjin për investimet strategjike. Dhe ju çfarë bëni me këtë? Me nxitimin e madh për të kapur trenin për NB, vendosët që ajo çka kishte ngelur nga natyra dhe bregdeti shqiptar, duhej shfarrosur përpara se të vinte treni. Hesabet me oligarkët dhe trafikantët do mbylleshin përpara se të trokisnin negociatat. Prandaj nxitonit, prandaj ngritët telin me gjemba, prandaj nxorët ata alabakët që të terrorizonin banorët e Zvërnecit. Sepse asgjë s'duhet ju nga dalsonte juve. Po tani çfarë? Është një thirrje që broritet në protest, Sazani Zvërneci në fyt do ju ngeci. Ditët e para të protestës, kërkesën e ambientalistëve për shfuqizimin e amendamenteve e tallët, e përçmuat duke thënë se njësoj pra mbrojtur ishte territori nga kuçetrat e oligarkisë edhe para amendamenteve. Me këtë pikë dua të zgjatëm më shumë sepse besoj e shtjellova qartë më sipër se çfarë ndryshimi ka pësuar ligji në vitin 2024. Një ligj i cili ishte qepur tamam sipas shtatit të miqve tuaj oligark. Po me ligjin për investimet strategjike çfarë bët? Është shumë interesante për të parë dinamikën e ditëve të fundit. Në datën 7 qershor, kur Edi Rama ndjente veten ende të fortë, i kishte nxjerr gjoksin protestuesve, atëherë doli Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit dhe deklaroi se do ta shtynte pa afat ligjin për investime strategjike. Dhe po citoj, po citoj mi zonjë, po citoj. Atëherë doli Aida, çfarë është ajo? Okej, mirë. Po citoj. Duke parë ecurinë e zhvillimit që po merr së fundmi Shqipëria dhe kërkesat për investime në fushën e investimeve strategjike, sipas parashikimeve të ligjit, vlerësojmë si domosdoshmëri ndryshime ligjore në mënyrë që të mos kemi kufizime në afat e aplikimi, por të jetë në vazhdimsi. Me 7 qershor kjo. 2 ditë më pas, më 9 qershor, pasi ju shkund mirë karigja, doli vet, ka mundësi të pushosh? Po pusho pra? Atë. 2 ditë më pas. Vazhdoni, zoti Muçi. Edhe pak se mbylla, zonja kryetar. E mbylla 2 ditë më pas. Zoti Muçi vazhdoni, ju lutem. Okej, rosh. 2 ditë më pas, pra pas saj deklarate, më 9 qershor, doli vetë sultani dhe përgënjeshtroi këtë lajm bombastik duke thënë, dhe po citoj, tashmë nuk na duhet më një ligj për investime strategjike dhe po punojmë për një ligj të ri për investimet me Bashkimin Evropian, tha. Ka filluar që ta lëshoj pak e nga pak fillin, me shpresën se do mbi jetoj, por në këto manovrat e tij politike ngjan si një prestigiator plak, të cilit i dridhen duart, e mund të mashtrojë me ndonjë truk, ndoshta mbesën e vet, por jo më një popull të tërë. Faleminderit. Zoti Jaupaj, nëse kërkoni të shpreheni 3 minuta.